Fshihundët dhe Shamin e futi në dosje veprimi Mitsotakis në takimin me Erdogan shkakton reagime. Një video e kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis po bën xhiron e rrjetit pas një veprimi të tij gjatë një konference të përbashkët për shtyp me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Mitsotakis shihet teksa fshin hundët me një letër dhe më pas e fut brenda një dokumenti që ndodhej në tavolinë. Ai u përpoq fuste Shamin në xhepin e xhaketës, por si përfundim e futi në dosjen përpara tij. Video shkaktoi reagime të shumta duke e cilësuar atë si veprim jo të duhur dhe fëminor nga Mitsotakis. Pas konferencës, Mitsotakis dhe Erdogan zhvilluan një takim privat.